Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin e fundit Aromë Shkodrë për këtë sezon. Dhe si emision të fundit ne kemi përgatitur 2 reportazhe besoj të këndshme për të gjithë teleshikuesit, duke shprehur një herësh edhe në hapjet e emisionit një falënderim shumë të madh për të gjithë ju që keni kontribuar përmes intervistave apo materialeve të drejtë për drejtë duke u bërë pjesë e emisionit Aromë Shkodrë, por falënderimi shkon gjithashtu dhe për të gjithë teleshikuesit e këtij emisioni, i cili ka 16 vite në transmetim dhe që vazhdojnë të mbeten besnik të ndjekjes së materialeve dhe një pune të një stafi që përgatit këtë emision. Dhe në reportazhin e parë që kemi përgatitur për sonte do të sjellim një material shumë të këndshëm të realizuar në Kalan Rozafa, kur muret flasin. Ka qenë një ekspozit që jo pak ka tërhequr vëmendjen e opinionit të gjerë, jo vetëm në Shkodër, ku 2 piktore, njëra shkodrane dhe tjetra nga Plava në pjesën zyrtare territoriale të Malit të Zi, po atje ku jetojnë motra dhe vëllezërit tanë në trojet shqiptare, bashkëpunojnë të dyja dhe japin një ekspozitë shumë të këndshme ku bëjnë dhe mure që të flasin. Bëhet fjalë për piktoren e mirënjohur shkodrane Teuta Lagja dhe piktoren tjetër mike të Shkodrës, e cila ka filluar ta frekuentojë qytetin ton më shumë se sa e ka bërë këtë gjë më përpara, e doj qytetin ton. Dëshiron të ndaj jetën midis Plavës edhe Shkodrës, bëhet fjalë për piktoren e mirënjohur Kaltrina Hoti. Le të ndjekim të reportazh të këndshëm ku na sjell jo thjesht imazhin e punimeve të tyre të realizuara me mjaft mjeshtëri, por dhe qëllimet e bukura të këtij bashkëpunimi kaq rezultativ. Ndjekim reportazhin. Në ambientet historike të Kalas Rozafa, arti mori një dimension të veçantë përmes ekspozitës Kur muret flasin, një aktivitet kulturor që bashkoi krijimtarinë artistike me mesazhet për mbrojtjen e mjedisit dhe trashëgimisë kulturore. Ekspozita e piktoreve Teuta Lagja dhe Kaltrina Hoti solli për publikun tablo artistike dhe instalacione të realizuara me materiale të riciklueshme, duke përcjellë një qasje ndryshe mbi ndërgjegjësimin ekologjik dhe lidhjen e ngushtë mes artit, natyrës dhe historisë. Muret shekullore të Rozafës, të mbushura me histori, legjenda, besë dhe trimëri, u kthyen në një hapësirë reflektimi ku arti bashkëkohor komunikoi me të kaluarën. Përmes ngjyrave, formave abstrakte dhe elementeve tradicional, artistët sollën histori të përditshme, mesazhe sensibilizuese për riciklimin dhe mbrojtjen e natyrës, si dhe frymën e bashkëpunimit artistik mes trevave të Shkodrës dhe Plavës. Veprat e prezantuara përcollën mesazhe të forta mbi ruajtjen e peizazhit natyror dhe rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në nisma ekologjike dhe kulturore. Në këtë mënyrë, Kalaja u shndërrua në një vend ku arti nuk shërben vetëm për t'u admiruar, por edhe për të ndërgjegjësuar e frymëzuar. Ekspozita organizua në kuadër të Netët e Kështjellave, një iniciativë kulturore europiane që promovon fortesat, muzet dhe sitet historike përmes aktiviteteve artistike dhe edukative. Ekspozita tërhoqi vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve vendas të huaj, të cilët vizituan Kalan për të përjetuar nga afër këtë ndërthurje të veçantë të historisë, natyrës dhe artit bashkëkohor. Në fund, mes emocioneve dhe vlerësimeve pozitive, artistët shprehen mirënjohje për publikun, gazetarët dhe të gjithë mbështetësit e artit, duke theksuar se qëllimi i tyre ishte arritur, t'i bënin muret e Rozafës të flasin edhe një herë, kësaj radhe përmes artit dhe mesazheve për jetën dhe mjedisin. Ne zhvilluam një intervistë me secilën nga artistët për të mësuar më shumë rreth artit të tyre, por dhe bashkëpunimit me njëra tjetrën. Larg studios, larg edhe çdo interviste që merret në qytet, është i bukur Shkodra. Po është akoma e bukur mbazit janë Kala dhe po ndihem fajtore që nuk e kam shijuar më herët. Po ju i keni dhënë sot një bukuri dhe i keni bërë mure që të flasin, kështu kemi dëgjuar. Do ta vëmë veshin dhe do të kuptojmë, flasin apo jo? Për mendimin tim flasin, ato gjithmonë kanë fol. Kanë 2500 vite që flasin, ndërsa sot po bërtasin. Sot po bërtasin. Bërtasin
Për arsye të një punimi që e reflekton këtë dhe muret e ndihmojnë, apo ndodhet Ato po flasin për artin, ato po flasin për mjedisin, flasin për riciklimin, pra flasin për të bukurën, pra flasin për shumë gjëra, për bashkimin kombëtar, duke qenë se një dy artiste, një nga Pllava e Malit e Zi dhe unë nga Shkodra, pra kanë shumë mesazhe. Afër jemi, po ta mendosh dhe shumë afër nuk jemi për të shkuar deri në Ka Plavë. gjithmonë një kimi të cilën i tërheq arti, dashuria për të bukurën, domethënë gjithmonë gjendet diçka që i bashkon ata. Kam përshtypjen që dashuria për Shkodrën ka duke u shtuar. Tani këtu ka kulminacionin e saj në Kalan Rozafa. Dhe që shoqërohet edhe me një paraqitje artistike tënde dhe jo vetëm emocion personal, apo jo? E vërtetë është vizita ime e parë në mënyrë artistike ishte para disa vite, ekspozitë personale të Galeria Oda. Ka qenë një eksperiencë e bukur. Mirë po tani që jam duke përjetuar njeriun e Shkodrës, natën e Shkodrës, mëngjezin e Shkodrës, është tjetër, e shoh Shkodrën më të afërt, e kuptoj dhe shprehja që thua ti e kësaj lidhshmërisë dhe dashurisë është duke e bërë këtë ekspozitë në Kala, që është cikli më i ri i imi, thirret Thesi i Shkodrës, ndërsa emri i ekspozitës është Sipërfaqja nuk hesht. Do thotë Thesi i Shkodrës nëpër shprehje të ndryshme jemi duke folur për kujtimin, memorien, emigrimin, mbijetesën dhe reflektimi të kaluarës në syrin modern, por në një material që është material i të kaluarës, ta them. Komoditeti i dritave që ofron një galeri, ndriçimi, një mur i suvatuar mirë, boja, kortezia e zhvillimit të vizitës në një galeri është ndryshe. Të jep dorë Kalaja për artin tënd, krijon një sfond ideal për prezantimin tënd. Për mua, për këtë stil që jam duke bërë, them përdori materialet industriale, përdori materialet natyrale, kam dheun, kam ziftin, kam goshtat e të gjitha ato. Procesi i punës dhe përfundimi kërkon dritë natyrale, kërkon gur dhe në fakt ndriçimi edhe i hënës e ka efektin më të fortë se sa ndriçimet që janë. Dua të them që për mua kjo është perfekte, shumë perfekte. Jep dorë Kala Rozafa për një ekspozitë të tillë? Patjetër që të jep, faktikisht arti e ka dorën vet, nuk është se ka nevojë për gjëra tjera, por Kala Rozafa është ndrit. Më thonë, unë mendoj që sot gjithë ditën që ne kena punu për ekspozimin e punimeve, ne kena përjetuar emocionet pa me njerëzit dhe me atë që Kalaja na ofrovi, domethënë. Në realitetin e sotëm ku llafologjia ka arritur kulmin dhe rrjetet sociale, të gjitha këto tema që the ti mundojnë të shtjellojnë vazhdimisht. A mendon se nganjëherë perceptimi para pikturës së këtyre temave, por dhe duke pas pak heshtje sepse vizitori po i shikon, krijon një reflektim më rezultativ se sa të lexuarit, të folurit pafund? Shumë e vërtet dhe shumë bukur e përshkruve. Jemi të shkuar në një jetesë të shpejtësisë, fast paced of life. S'kemi durim me lexua, s'kemi durim as të dëgjojmë shpjegimet e njëri tjetrit, por çdo gjë dona në mënyrë vizuale me sy. Domethënë dona të shohim dhe gjërat të na flasin neve. Ç'o të them, koha moderne. Pikërisht edhe për këtë arsye, këtë cikël që e kam, është duke biseduar direkt për temat shumë serioze, abstrakte por gjithmonë me një element shumë të fortë që une me mendimin tim e kom zgjedh, e roka atë. Një ndër punimet e fundit që është portreti i njeriu, ku syrin e zëvendësoj une me një dry, kam thënë, kom filluar me pasru fjalorin në Shkodër, që jam duke thënë, sot jetojmë në një kohë ku na është ndaluar
ta shohim drejtësinë, ta aplikojmë, ta kërkojmë, ta shprehim. Që lidhet pak edhe me atë që përjetoj unë në Hotë të Kujit. Do të thotë, bota po vazhdon, por prapë se prapë, pa kalan, pa gjërat e të kaluarës nuk vazhdohet. Sot ka qenë procesi përfundimtar këtyre punimeve. Domethënë kam kriju e krejt, mirë po desa nuk është paraqit në një gur të kalas, me dritën, me këtë perëndim të diellit, edhe do të flenë sonte këtu. Aty lini gjatë natës? Po, do të rinë këtu, edhe nesër do të bojnë 2 net, do të flenë me gurin e kalas. Më fal, ju do flini bashkë me pikturat këtu? Jo, që ta di, jo, apo jo? jo. E ke atë lirshmërinë që ti lësh piktura këtu? Kam besim në kalan e Shkodrës, në yje të hënën, në njeriun e Shkodrës që ato do të flenë, do të shkëmbejnë, e pas e kur ti marrë këto punime me vete në Maltëzi, do të bëjmë për shpritin e vetë atje. Po, tani ti beson të bioenergjia që mund të merret në një energji, diçka e tillë nga kalaja, e beson të bioenergjia? E besoj në bioenergji, edhe prapë them, procesi përfundimtar do të jetë sonte edhe nesër mbrëmja kur ato do të flenë një natë në kalat të Shkodrës. Sa gjë e bukur kjo? Tek Altrina çfarë zgjodhe? Artin e saj, përveç natyrës që është goxha e ngjashme me temën. Okej. Bashkëpunimi si eci? Bashkëpunimi ka ndodhur krejtërsor, Kaltrina shprehu dëshirën për me pas një ekspozitë në kalan e Shkodrës, duke qenë se ajo ka shiju dhe kalan e Ulqinit, dhe donte që pse jo, mos ketë një si bashkim midis trevave shqiptare, ke parasysh nëpërmjet artit saj. Dhe normalisht kërkova dhe bashkëpunim me një artiste të Shkodrës në mënyrë që të krijoni një vëllazëri artistike midis njëri tjetrit. Si u gjetë kjo kimia mes teje dhe Teutës? Më bëri shumë përshtypje në një emision tek TV një Channel, more dhe xhaketën e kishit të dyja jeans. Domethënë që kjo rastësi ishte ajo. Jo, po kjo është tregues se ka kimi. Po, mire ki. Shiko, unë jam gjithmonë për bashkëpunim. Gjithmonë. Prapë më duhet të them se dashuria është për Shqipëri, ndaj Shqipërisë e madhe nga ana ime. Unë dua bashkëpunim me artistin. Bilem edhe dje përmendem. Në zemrën e çdo shqiptarit, dikush e thot, dikush nuk e thot, dikush e pranon, dikush e pranon. Të gjithë e ndrojmë të shohim bashkimin kombëtar. Bashkimi kombëtar më së lehti do të bëhet kur fillojmë të njohim njëri tjetrin. Teuta ishte aq shpirt artistik, po edhe si person ishte e mrekullueshme. Ajo me një stil, unë me një stil. Dhe ajo ishte e bukur. I thash Teutës, ky ndryshimin që kemi ne mes veti është ajo që do të na lidh. Unë jam tepër e kënaqur me lidhshmërinë që jemi duke krijuar me Teutën, në mënyrën që punon ajo, në mënyrën që ajo afron miqësinë e saj. Bilem sot më tha një fjalë, tha mos më thuaj faleminderit aty s'po i njihshe shkodrant. Thash jo, hala si kom njoh se vetëm ka filluar fillimi. Por çka duhet të them, s'ka gjë më të bukur se artisti me artistin me punu, sidomos lokal mes veti, e pastaj shkon me atje. Se unë gjithmonë them, unë jam e bia në gjënim. Ju keni dy stilet ndryshme, të paktën në përzidhjen që keni bërë. Në abstraksion operon edhe ti her pas here, ke dhe ti ato punimet e tua, por kryesisht qëndron te realizmi. E keni gjetur gjuhën apo ka luhet me befasin, kur një vizitor shikon ty, pastaj thoi za trëmbet pak tek Altrina. Ne faktikisht mesazhin e kena tek ekspozita që është Go Green, do thotë jesh për mjedisin, dhe duke qenë te kjo ne më tepër jemi tek riciklimi dhe futim unë kam futur 2 cikle, njëri i Drurit dhe tjetri me punimet në telajo, që futen, po edhe punimet në telajo ka me mjete të riciklueshme. Kështu që do thotë ne jemi përmbajtur asaj që të materiale që kemi për rreth nesh t'i kthejmë në art dhe t'i bëjmë edhe ata të flasin dhe të nxjerrin diçka që ka lidhje me historinë dhe me jetën tonë. Ka pas disa bashkëpunime midis po shumë të rralla zonës së Kelmendit dhe Plavës te grupet artistike kur vjen puna për te festivali që organizohet për këngë në datën 30 diçka e tillë në Vuthaj, po vetëm këtë bashkëpunim, tek këtu në i bashkëpunim librash?
Po. Mua më Stik vjen mirë s'ka. artisti s'ka. Jo. Dhe prandaj më vjen mirë që po zgjerohet rrezja e bashkëpunimeve dhe në profile të tjera të artit. Unë kam dëshirë që këtë vje të bëj një takim të piktorëve të Shkodrës të vinë si musafir në galerinë time të Hotit dhe me atë takim që do të bëjmë atje që të organizohemi që artistët e Shkodrës të jenë musafir tonë në një ekspozitë në Podgorica apo në Ka lindur xhelozia atje në Hot se po shumë në Shkodër, domethënë jam shukur sa çfarë thon ata, çfarë po bën atje, pse po rrihet shumë atje. E vërtetë është, çka ju them unë i them që nuk jam mbush ende mjaftueshëm me energji që më duhet që me mujt me u përballu juve atje. Okej. Sinqerisht dhe ta them. Kjo është përgjigje sinqert. Të gjithë ata sa i përket njeriu tim në Hot, ata e mirë, e din Shkodrën shumë mirë, po jo në mënyrë artistike. Jo që jam artiste, po ndoshta edhe ti vetë ke eksperiencë të bukur që i ke bojnë intervju me shumë njerëzit. Në jetë, çdo njeri kërkon qetësinë shpirtërore. Arti do ta shënon të vërtetën në njerëzimin. Arti ta jep atë qetësinë shpirtërore. Arti do ta bashkon çdo dru, çdo dorë në botë. Prandaj unë jam shumë me nafaka, me fat që jem në botën artistike dhe jem duke njohur Shkodrën e njeriu tim të Shqipërisë nëpërmes të artit. Që është ndryshe si turist, ndryshe si kjo. Nëpërmes të artit jam duke dëpërtu ndërhijen e Shkodrës për të mirë. Okej, të falenderoj për intervistën. Shumë suksese, faleminderit. Kjo është vlerë e Shkodrës që ti je këtu dhe që ke sjell krijimtari në shpirtin tënd. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe e dua Shkodrën shumë, i thash të dua të bëj një ashtu bluzë, si thoni ju. Nuk kem shkodrane, por e dua Shkodrën. Edhe ju jeni gjithmonë e këndshme shumë. Faleminderit për energjinë tënde. Kur të bësh atë bluzën dhe një kopje për mua. Se unë nuk jam shkodrane, por e dua Shkodrën. Okej, që më bëhemi dy. Në Shkodër tashmë është krijuar Sili Teutës. Jo vetëm Teuta e moraleve, fantastike që realizon në qytet, por edhe pikturës shumë dinjitoze. Unë jam shumë mirënjohëse, jo vetëm si shoh që do të thotë që gjajmë për kraje, por edhe si gazetar që gjithmonë jepni mbështetjen, sepse edhe ne nuk flasim dot pa zërin tuaj. Ke parasysh zëri ju i bën që ne na dëgjohet më shumë ajo çka duam të përcjellim nëpërmjet artit. Ju falenderoj. Dhe pas këtij reportazhi do të kalojmë në reportazhin e dytë, ashtu siç premtuam që në hyrje të emisionit. Nuk e di nëse keni informacion mjaftueshëm për të gjithë ata të rinj që studiuan për marinën shqiptare në Bashkimin Sovjetik. Mënyra se si ata u thirrën për të ndjekur këto studime. Duke ardhur përmes një shembulli konkret, siç është zoti Sotir Nako, i cili rrëfen përmes një historie mjaft emocionuese momentin teksa ndiqte studimet për gjeologji, por e therasin për të bërë pjesë e marinës shqiptare, ajo marinë që do të edukohej dhe të mësonte në Bashkimin Sovjetik. Gjithë ecejaket për të marrë këtë njohuri, por nga ana tjetër edhe përcjellja e gjithë anës emocionale të prishjes së marrëdhënieve tona me Bashkimin Sovjetik, për arsye të mosndjekjes së të njëjtës vijë politike, do të vi përmes një rrëfimi sa emocionues me detaje që pak janë thënë. Këto do shoqërohen përmes imazheve të filmit Ball për Ball, ku mes të tjerave pyetën personazhin nëse filmi është realizuar mbi bazën e vërtetësisë dhe realitetit të asaj kohe, dhe le ta mësojmë përgjigjen e tij lidhur edhe me filmin, por më shumë do të na interesoj historia e këtij zotërie. Në fakt kjo histori u bë pjesë e një reportazhi që ne realizuam pak kohë më përpara në Tiranë, është shoqata e detarisë shqiptare, Dega Tiranë, që zgjodhi dy antar të kësaj shoqate të festonin ditëlindjen e tyre, pra janë në dekadën e 9 të jetës së tyre. Se si organizuar ditëlindja, por historia e ish marinarëve tanë, le të ndjekim këtë reportazh të bukur të realizuar në Tiranë, në kryeqytetin tonë.
Në një atmosferë festive dhe tepër emocionuese, shoqata e detarisë shqiptare në Tiranë organizoi një ceremoni të veçantë në nder të 88 dhe 86 vjetorit të dy zotërinjve, Sotir Nakos dhe Tasim Meçe, dy emra të njohur dhe të respektuar ndër breza për kontributin e tyre të gjatë në marinën shqiptare. Mes kolegëve të vjetër, miqve, familjarëve dhe përfaqësuesve të komunitetit të detarisë, kjo ditë u kthye në një vlerësim për jetën dhe veprën e këtyre njerëzve që u akushtuan dekada të tëra shërbimit në det. Por para se t'ju njohim me organizimin mjaft të hishëm dhe të merituar, le të prezantojmë dy personazhe tan kryesor. Sotir Nako, një prej kuadrove që mishëroi më së miri figurën e detarit të përkushtuar, të disiplinuar dhe të ndershëm. Për shumë vite ai shërbeu në marinë me përgjegjësi të lartë, duke e përballuar sfida dhe sakrificat që kërkon jeta në det. Por si e nisi ai karrierën e gjatë në këtë profesion? Është lindur në Limar të Përmetit në 4 maj 1938. Në shkollën mese vata në gjeologji unë, Tiranë. Aty më pëlqeu. Në vitet e para të forcimit të flotës detare shqiptare, kur Shqipëria po ndërtonte strukturat moderne të marinës ushtarake, një grup të rinj u përzgjodhën për të specializuar jashtë vendit në degët më të rëndësishme të detarisë. Mes tyre ishte dhe Sotir Nako, një djalë i ri me rezultate të shkëlqyera, i cili u dërgua për studime në Bashkimin Sovjetik në fushën elitare të nëndetëseve. Mora një valiqe druri, edhe shkova në Politikun Shtatë Dori, nuk njifja as edhe njeri, Tiranë s'kesha qenë ndonjëherë, ka qenë vit 1953, bursën e kisha marrë në Kulcyrë. Më caktuan gjithë dhomë, janë 100 veta kem gjithsejnë, me 2 krevat, unë ngritëm në mëngjes, na vun një tavolin 16 vëndçe, na prun një çaj, dikush hengri, dikush nuk hengri, pastaj vazhdova, marrova shkollën e mesme atje. Më thanë që të ka ardhur një fletë thirrje nga dega e brendshme të shkosh në degë të brendshme në Tiranë. U merakose? U merakosa këtë drejtë. Se ne nuk na merrnin, 3 vjet nuk na merrnin. Se kishte nevojë. Po ata atje më thanë që të ka dalë një bursë në Bashkimin Sovjetik për marinë. Ti nuk fute mik, vetëm direkt të thirrën. Nuk di kush ma ka bërë atë miqësi, nuk e di unë se. Edhe sot nuk e di se kush e ka bërë? Nuk e di, kam kërkuar, nuk e di. Pyeta profesorin tim, edhe i thash po kështu, se ishte pedagogëri, profesor Starova, edhe më thash, unë jam, tani kam dalë, po të më dalë emri mua, tha, unë do vete edhe unë bashkë, sikur se sa gjithë vete më tha mua. Kishe dëgjuar ti për Bashkimin Sovjetik? Kishe dëgjuar shumë për Bashkimin Sovjetik. Nuk u gëzove? Po në fillim nuk u gëzova, se unë doja të vazhdoja të mirja në i lek për familje, në kupton. Në atë periudhë studimi për nëndetëset konsideroi një nga specializimet më të vështira dhe më prestigjioze të marinës ushtarake. Përzgjedhja e kuadrove që do trajnoheshin në këtë drejtim bëhej me kujdes të madh, pasi kërkoheshin aftësi teknike, disiplinë e hekur dhe përgjegjësi e lartë profesionale. Sotir Nako ishte ndër ata të rinj që fitoi besimin e drejtuesve ushtarak për të përfaqësuar Shqipërinë në Akademinë Detare Sovjetike. Veshën atje neve, në shkollën e bashkuar, na mbajtën ja 3-4 ditë, na bërë vizitat, bëm vizitat atje, duallmirë, se ka fshatin neve, hanim bukmisrin neve, ka fshatin, ishim gjithë nga veshët e nga hundët, edhe të nesmen na muar me datën 27 dhjetor të 57-ës, na shpun në Durrës, me vaporin Bielovostrov, ishim 139 veta. Nga këta, 100 veta ishin marinare që to virin në Sevastopol, dhe 30 veta ishim neve, do më të në caj bjatja të tjerët të virin, gjysma të virin në Riga, të Lituanis, kurse gjysma në Sevastopol, kuadrë. Rinë vetëm brenda, ka binë, nuk në lejon të njeri, sepse ishe sekret kjo punë. Në portin e Pires, që ndajtë në Pire, na kyqën brenda, e kupton? Erdha të kontrolorët edhe gjora haprinderë e këshim nga brenda, e këshim bjullë. Nuk ka gjë këtu, ata këshim dhe në leke, këshim këshim se dinin ata gjanë. Edhe
nuk pam gjefare në veç. Prandaj vajtëm në Odesë. Sokrat Platka ishte diplomat dhe punonte në ambasadën ruse. Për shqiptarët, në ambasadën tonë, në Moskë. E përcjell vëllana ai, edhe i thot vëllait që zëri Amerikës dha lajmin sot, i tha, që u nisën kuadrët e para të nëndeseve nga Shqipëria për në Bashkimin Sovjetik. Aman mos i thua njeriut. Dakor, i tha, ne atëre muan veç që do vinim në ndese, nuk e dini. Në tren për të vajtur në Riga, na thot ai, në thot mua Sotir, thot, vëllai këtia, thot, them një gjë, çaj tash. Po tha vëllai, tha që zëri Amerikës ka dhënë këtë lajm, tha. Aman mos i thua njeriut. 2-3 vjetë që thash njeriut unë, të këshin frikë, kupton. Vajtëm atje, na priti Riga të Lituanis, në Riga. Në Riga të Lituanis, po. Na priti profesorët, na futën brenda. Të ishin një 4-5 veta ishin me valiqe druri, po të rënda shumë, kurse të tjerët ishin me boqe, nuk boqe, i thonë boqe, bëshin një robat. Ne s'kishim në i gjatë, ne s'kishim as robat, ata që kishim valiqet. Edhe na bëri përshtypje se qeshin ata kursantët rusë, qikon ato valiqet tona dhe... Nesme një themin e lutem shumë pedagog, do vemi në supermarket të marim valiqe të mira, dhe vajtë mori një furgon në dhe muar valiqe për 21 vetë që ishim neve. Unë vajta unë, vajtë astet plaka, ishim ja 4 veta, edhe për pedagogu. Muar valiqet, i thamë ne këto valiqe që dham, jedhë një poshtë se në zduam asgje, unë vetëm furq, një këmisha, kisha një palara bile, edhe një furqa dhemë, një furqë dhemë, i koordinot. Tha, po s'kemi gjene fare, i thamë, na veshën, na njeshën, na dhanë uniformën. Jeta e studentëve shqiptarë në Bashkimin Sovjetik nuk ishte e lehtë. Larg familjes dhe dheut, ata përballeshin me ritme intensive studimi dhe shërbime ushtarake. Në auditore dhe bazë detare, Sotir Nako mësoi nga afër teknologjinë moderne të nëndeceve, funksionimin e sistemeve të navigimit, komunikimit dhe drejtimit të mjeteve nënujore, duke fituar njohuri të avancuara për kohën. Para 2 vjetë atje, ne mësuam për detin, më regullat e detit, mësuam astronomi detare, lundrim detar, mjetet teknike të lundrimit, i mësuam këto. Pastaj, në 59-ën u transferuam në Leningrad. Në Leningrad ishte shkolla një qik më e mirë se sa kjo, që ishte kjo u mbyll fare. Se ashtu e bëri organizimi rusi, vajtëm atje, edhe atje vazhduam, edhe 2 vjetë atje, 2 vjetë e gjysëm bile, dhe në 61-shin u këthujem në Shqipëri, si gjithë të tjerët. Na caktuan në Pashaliman në Nëndece. Sa ke punuar atje? Unë ka punuar 9 vjetë në Nëndece. Komandant ka pat Skënderdoqin. Çfarë pozicioni ke pasur? Unë kam qenë navigator i Nëndeces 2. Sa Nëndece kishte aty? 4. 4, Unë isha në Nëndecen e 2. Këto Nëndece i kemi marrë nga Bashkimi Sovjetik, i ka blerë shtetit shqiptar apo janë dhuruar? Jo më i dhuroj, kishim lekë. Po kishim lekë për të blerë. Në fundin e viteve 50, Shqipëria kishte nisur të ndërtonte një flotë moderne detare me ndihmën e specialistëve sovjetik. Në këtë klim bashkëpunimi edhe Sotir Nako mori njohuritë dhe eksperiencën që më pas do t'i shërbenin marinës shqiptare. Por situata politike ndryshoi shpejt. Mospajtimet ideologjike mes udhëheqjes shqiptare dhe asaj sovjetike u thelluan vit pas viti, derisa marrëdhëniet mes dy vendeve u përkeqësuan ndjeshëm. Kulmi arriti në fillimin e viteve 60, kur bashkëpunimi ushtarak u ndërprer dhe specialistët sovjetik u larguan nga Shqipëria. Por si e përjetuan situatën studentët shqiptarë në Bashkimin Sovjetik? Neve atje na mbyllën, na izoluan në dhomat ku flinim. Viti ka qenë 61. Na erdhi një atashe ushtarak Ramohitua edhe na tha, unë do iki, tha,
se e kishin bërë të padëshirueshëm atë. Po kujdesot se mos u shpjen nga Siberia në një gjë kështu, po kujdesot kur të nisi dhe të vini në Odessa të nisi, nga Odessa. E bëm ta marrëziran e atje, Enver Hoxha, ato si që kishim ngritën flamurin shqiptare, bëm ta dhe ne ta. Në mbrojtje të shtetit shqiptar, të ati sistemi që ishte, po. Po, nuk ashtu që mësuan një tani. U krijuan konflikte? Pak fare. Pak se nuk na lejuan pedagogët. Nuk I lejuan ata. Pak fare. Ju e mësuat arsyen çfarë kishte ndodhur? Kishit informacion? Po. Ju kishin sqaruar? Kishim informacion të saktë dhe do prishim marrëdhënie, do kthehemi në datën kaq, na I dhanë të gjitha ato. Kjo periull pati ndikim të madh edhe në flotën detare shqiptare. Oficerët dhe specialistët që kishin studiuar në Bashkimin Sovjetik u gjendën përballë sfidave të reja, pasi duhej të vazhdonin funksionimin e mjeteve dhe sistemeve ushtarake pa mbështetjen teknike sovjetike. Për njerëz si Sotir Nako, kjo kërkonte jo vetëm profesionalizëm, por edhe përkushtim të jashtëzakonshëm për të mbajtur në funksion strukturat e marinës shqiptare. Një nga momentet më të njohura të asaj kohe ishte edhe përplasja për bazën e Pashalimanit dhe flotën e nëndeceve. Bashkimi Sovjetik kërkonte kontrollin mbi mjetet detare, ndërsa pallat shqiptare këmbgulte që ato I përkisnin Shqipërisë. Situata krijoi tensione të forta politike dhe ushtarake, të cilat mbetën gjatë në kujtesën e marinarëve shqiptar të asaj periudhe. Për Sotir Nakon, Tasim Meçen dhe kolegët e tyre, ato vite mbetën një provë e vështirë, profesionale dhe njerëzore. Ata vazhduan të shërbenin në marinë në kushte të reja, duke u mbështetur tek përvoja dhe njohuritë e fituara gjatë studimeve jashtë vendit. Brezi I tyre konsiderohet edhe sot si një ndër brezat më të përgatitur dhe më të sakrificës në historinë e detarisë shqiptare. Në korrik të vitit 1961, Sotir Nako u emërua navigator në Pashaliman, ku qëndroi deri në vitin 1969. Në 69 u transferova në shkollën e marinës, pedagog, jepja astronomin detare, mjetet teknike të lundrimit, 4 vjet në shkollë. Pastaj në 74-ën u transferova në Shëngjin. Shëngjin? Po, shefi I lundrimit të bazës. Se ishte bazë. Prej andeja, deta 15 vjet. Në 1988 u transferova në flotë, shefi I lundrimit të flotës. Në 92 dua në pension. Ç'mendim ke për filmin Ball për Ball? Është I vërtet apo jo? Ajo ishte situata? Po. Ajo, pra filmi bazohet në realitet. Po si, nga ato vetëm jeshtë. Një nëndece është, të tjera të shkrim. Pra, sot aktualisht vetëm një funksionon të gjitha ato? Vetëm një nëndece, po ajo nuk punon. Ku janë produkto nëndece në Bashkimin Sovjetik? Shiko tani, ato janë projekti jashtë gjerman, se e zonë rusët një manier, dhe janë prodhuar në Rusi në 45-ën. Po ishim moderne. Pa probleme, pa defekte? Jo. Edhe kushtet I kishim shumë të mira. Po, te shëndeti ka ndikuar se gjithmonë në barkun e detit, te shëndeti ka ndikuar kjo lloj pune? Kush jo, për shëndetin? Mua jo. Mundet nga veshët, po dhe nga mosha, se unë jam shumë I moshuar, po mua nuk po ka ashtu. Pensionin si e ke kaluar, përgjithsisht mirë? Mirë, në pension e kam të mirë. Po, sa fëmijë ke? Kam 2 djem. Me jetë, ku janë ata? Në Itali, punojnë në Itali, ka një biznes të tyre, po njeri më duke do ta marrën këtu të vise u plakëm edhe. Dhe ke nevojë. Sa një pambesa ke? Kam vetëm 3 nipre. Mbes akoma? Jo, s'kam. Uroj që ta kesh. Faleminderit. Një mesazh për gjithë ata të rinj që duan vetëm punë zyre. Kupton? Jo e kam pak frikë profesionin e ushtrisë. Çfarë do t'i sugjeroj? Unë marinës. E pare punë njerë që duhet ta kenë me qejf. Po, me dëshirë. Edhe kur të venë atje që të venë me dëshirë, të punojnë, vetëm mos shikojnë për shembull, jo, ka zanate të tjera, ka më të mira, nëse ai do të ka vendosur që të vej për marinë, të vej në marinë edhe të punojë.
Në gusht të vitit 1969 deri 1974, punoi si pedagog në shkollën e Marinës Vlorë, ku jepte lëndët mjete teknike të lundrimit dhe astronomin detare. Në gusht të vitit 1974 u transferua në bazën ushtarake detare si shef lundrimi në Shëngjin deri në vitin 1988 dhe më pas deri 1992 shefi lundrimit në flotën detare Tiranë. Gjatë karrierës së tij është vlerësuar me një sër medaljesh. Je penduar që bëre një zgjedhje tillë të profesionit? Jo. Të ka pëlqyer si profesion, pavarësisht vështirësive e transferimeve. Rrita me tene. Nuk. Ja ke sugjeruar ndonjë pasardhësi, ndonjë nipi mbese këtë rrugë? Unë kesha dy. Po, me detin janë marrë ata njeri, po jo për ushtrim. Po me detin është marrë një, të dy janë marrë me detin, po ta si s'kan lidhje fare me detin. Po, ç'mendim ke për marinën sot, marinën shqiptare? Marina shqiptare është modernizuar, por nuk është si kemi qenë neve, kemi qenë më të, po ne ishim gjithatatës, ishim shumë, ishim 4 ndece, ishim gjojca detar, kishim rreth 100, afër se 100 katra seluruz, kishim gjojca detar, kishim dragamina, kishim tani kaja 4-5 se. Edhe pse do kishim dashur shumë që ta intervistonim drejt për së drejti, gjë që nuk arritëm për shkak se zoti Tasi Meçe, për arsye familjare, nuk arriti të ishte prezent, gjë që mbetet për ta bërë në një reportazh të radhës. Ne do të sillim shkurtimisht edhe disa të dhëna për jetën e tij. Vendlindja Rusan Delvin është lindur më 10 maj 1940. Ai vjen nga një familje fshatarësh të mesëm, për krahës të luftës nacional çlirimtare. Shkollën fillore dhe 7 vjeçare e mbaroi në Delvin. Mes viteve 1954-58 kreu edhe shkollën ushtarake Skënderbej në Tiranë. Në gusht të vitit 1968 u dërguar për ndjekjen e studimeve në Ish-Bashkimin Sovjetik në shkollën e detarizë. Në fillim në Baku, Azerbajxhan, për mbiujs. Pas 6 muajve transferohet në Riga, Letoni. Me ardhin e nëndecës në shtator të vitit 1958 në Pashaliman, kërkoheshin kuadro për në Nujsa dhe me 10 shok u transferua në shkollën e Nujsave atje. Sërish, pas 6 muajve transferohet në shkollën lartë në Nujsave në Leningrad. Me prishjen e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik, më 22 maj 1962 kthehet në Adhe duke përfunduar vitin e 3 të studimeve. Me hapjen e shkollës së Marinës në Pashaliman në 4 shtator 1961, filloi vitin e 4 të fundit duke përfunduar studimet e larta në korrik të vitit 1962 me rezultate shumë të mira dhe duke u titulluar oficer me gradën toger. Emërimet do të nisin fillimisht si zëvendës navigator në nëndecën 4, më pas zëvendës komandant në nëndece dhe mes viteve 1969-74 komandanti nëndecës 4. Me rritje në karrierë, mes viteve 1974-75, Tasi Meçe kreu detyrën e shefit të shtabit për brigadën e nëndecave. Në vitin 1975, emërohet komandanti brigadës ushtarake detare Vlorë. Janari vitit 1976 e gjetit bashkuar në grupin operativ të ishullit të Sazanit, ku Meçe emërohet zëvendës komandanti grupimit për marinën. Në 1 shtator 1976 dhe deri në vitin 78, vazhdoi studimet në Akademinë e Shtabit të Përgjithshëm. Me përfundimin e akademisë, emërohet komandant i grupit operativ të ishullit të Sazanit deri në vitin 1983, kur u shpërbë grupimi dhe Tasi Meçe kaloi përsëri në detyrën e komandantit të brigadës ushtarake detare Vlorë deri në vitin 1988. Mes viteve 1989-91, shef operativ i flotës detare. Më 28 maj 1992 doli në lirim. Nuk qëndroi pa angazhime as në periudhën e pensionit, duke punuar punë të ndryshme. Dhe ja ku jemi në festimin e 2 ditëlindjeve për figurat e shquara, Sotinako dhe Tasi Meçe, ku në mënyrë të përmbledhur ne do t'japim disa momente të bukura të organizimit.
Ju falenderojmë për mirëseardhjen në këtë ceremoni festive të ditëlindjes së 2 veteranëve të flotës Tasim Meçe dhe Sotir Nako. Paqim të mira e gëzime e datëlindje gjithmonë. Atyre urojmë edhe 100 vite të tjera të lumtura. Në traditën e shoqatës Drejtaria Shqiptare është kjo që ne mblidhemi edhe jemi jo vetëm si një shoqat, po si një familje e madhe. Edhe njerë ju falemderit, edhe fjallën ja lë kryetarit shoqatës Drejtaria Shqiptare, Zotit Bujar Shtylla. U falenderojmë për pjesëmarrje. Adashi im Bujari e tha shkakun pse jemi mbledhur atje. Dhe neve kemi një traditë që duam të vazhdojmë edhe më tej në aktivitetet të tilla për datëlindje. Dhe sot sebepçi janë Tasim Meçja dhe Sotir Nako. Tasim Meçe për një arsye personale nuk mundi, edhe neve na u duk bindse ajo munges, edhe do mundohemi ta korrigjojmë në një datë tjetër më të afërt. Sotiri duroj dhe ky ca ditë se ky e kishte datën 4, ne ja shtym. I tham ti datën 4 në datën 10, dakord, në datën 10. Edhe Sotiri. Për të dy kam konsiderata të veçanta në krahasim me ju tjerë. Për komandant Tasimin është i pari komandant që unë kam filluar karierën në Ndece. Kur vajta unë Ndece në 4, atje Tasimi ishte komandant dhe edhe ruaj relata kështu dhe individuale më mrapa në gjitha funksionet që e ka patur. Edhe Zoti Sotir është nga ata të nënujësit e parë që krijuan flotën shqiptare të nënujësave dhe e ka filluar karrierën e tij si shturman në Ndecën e 2. Sot po lexoj, shikonja dhe njëra ato shkrimet e Fari Peronës. Edhe unë thash të menja në gjeta thosha, po më mirë se që kishtë në i nuk e them dot. Të dy juve tragëzoni ditëlindjen, Zoti Sotir do thënë ka qenë dashamirës tërkohën, në ato funksionet ka kryer atje në komandë e flotës e gjitha, edhe më mbrapa, do thënë si përmetar u tregua dhe kështu me ta lej në një fush tjetër. U bëve tregtar. Të dyve urojmë jetë të gjatë edhe gjithë të mira. Në fjalët përshëndetse gjatë aktivitetit, përfaqësues të shoqatës së Drejtarisë Shqiptare përfaqësuan jo vetëm kontributin profesional të Sotir Nakos dhe Tasim Meçes, por edhe karakterin e tyre njerëzor. Të pranishmit theksuan se ata kanë qenë gjithmonë një shembull frymëzimi për brezat e rinj të marinarëve, duke sjellë përvojë, urtësi dhe dashuri për profesionin. Sipas pjesëmarrësve, emri i tyre mbetet i lidhur ngushtë me historinë e drejtarisë shqiptare dhe me vlerat më të mira të këtij komuniteti. Unë do doja së pari t'ju përshëndes të gjithëve me rastin e ditëlindjes së komandant Tasimit dhe pedagog Sotir Nakos, flas se siç i kam pasur unë në këtë pikë. Së pari një herë do të thoja domosdoshmë që duhet të mblidhemi më shpesh, sinqerisht, të mos presim sa të dalim në shtyllë. Se kur dalim në shtyllë, për shembull, themi gjithë fjalë të mira. Unë do të doja mos më vini kur të dal në shtyllë, po hajdeni kur jeni gjallë. Për komandant Tasimin mund të flas shumë për arsye se kemi jetuar së bashku në ishën e Sazanit. Një oficer, do të thosha unë, model. I rrallë, do të thosha në historinë e flotës në këndvështrimin tim. Si komandant i ishullit edhe si komandant i flotës. Vlerat veçanta në komunikim,
vlera të veçanta në përkushtëmëri, vlera të veçanta do të thosha dhe në atë aspektin e sakrificës. Me këtë rast doja të përshëndesja dhe zonjën e tasimit, Natashën, me këtë rast dhe zonjat tona që kanë shërbyer në Ishën e Sazanit, janë me të vërtet heroina, pa to nuk do ishim ne që jemi sot. Unë flasë për veten time, bujari të flasi për veten e tia. Agimi që si ishte beqar, domethënë nuk lejohet të flasi. Ju urojmë komandant tasimit gjithë të mirat, përshëndes dhe në emër të atia. Edhe faleminderit. Për pedagog Sotir Nakon, e kam njohur pedagog në Akademinë e Marinës. Vlerat e Akademisë Marinës të gjithë ne i dim, një akademi e jashtëzakonshme do të thosha unë sot. Jo pse kemi bërë ne ata akademi, po një akademi që konkurroi denjësisht, do të thosha gjatë gjithë këtyre 50 vjetëve, atë 60 vjetë sa u bën. Dhe mase do të thosha që duke qenë akademia që na ka bashkuar dhe na ka shoqëruar jetën e flotës luftarake, flotës tregtare, flotës peshkimit, unë mendoj që jemi deri në vitin 92 kemi qenë rekord Guinness, se nuk kemi patur asnjë mbytyje anije, nuk kemi patur asnjë aksident kombëtar dhe ndërkombëtar, jo që tregon vlerat e akademisë. Me këtë rast do ta përshëndes pedagogun tim dhe anëtarën e shtabit të flotës, Sotirin, t'ju urojmë jetë gjatë, lumturin familje, dhe në së fundi ju përshëndes të gjithëve, gjysh, stërgjysh, si jemi më të mirët në botë. Mendoj që të flasim shpesh për veten tonë, se po nuk folëm ne do na shkruajnë historinë qorrat. Dhe pastaj niprit dhe mbesa tonë do thotë, po ai gjyshi s'pas ka qenë gjë, por çka ka? Se do lexojnë gazetaj. Gjithë të mirat dhe miru takoshim gjithmonë për të mira. Gëzuar. Në këtë ceremoni që zhvillojmë sot, është kënaqësi e veçantë që të marrë pjesë edhe komandanti i forcës zyrtare kundër admiral Arsen Mullaj. Njëkohësisht edhe përfaqësuesi, kryetari i shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, nga cilët kemi dalë ne ditë, avokat Adem Ajdini. Sipas mundësive, besoj do bëjna një përshëndetje. Për mua, në rolin e komandantit forcës zyrtare, është një kënaqësi e veçantë që të jem sot jo vetëm do t'i quaj antar shoqatës Detaria, por kolegët e mi, komandant, të gjithë që kanë një kontribut të vyer në ratë e forcës zyrtare me vite të tëra, unë sot në detyrën e komandantit forcës zyrtare dëshiroj nga zemra që të uroj në ratë parë komandant tasimit edhe në 100 vite të lumtura, Zoti e bekop me shëndet, vetë dhe familjen e tij, po kështu edhe profesor pedagog, do të themi me që dhe komandanti tha pedagog, unë nuk kam pat fatin që të punoj së bashku, por para sa kam dëgjuar, do me thënë, gëzoj me respektin maksimal dhe profesor Sotiri, edhe ti në 100 vite të lumtura, Zoti bekop me shëndet, ty dhe familjen tënde, me të vërtet këto aktivitetet fakt na kanë munguar, ndoshta edhe unë si komandant i ri do thëmë detyrë 3 muaj, ndoshta kërkoj ndjes që aktivitetet tilla ne duhet të organizojmë më shumë, ndoshta mbie përgjegjësia mua ta në detyrën e komandantit forcës zyrtare që pse jo, sot po krijojmë disa ambiente po krijojmë disa ambiente të mira aty te komanda që mos të mblidhemi më në këmbë aty me një sallë të bukur, kështu që ndoshta në ditët e ardhshme, në muajt e ardhshëm do të zhvillojmë ndoshta edhe disa aktivitete të tjera që pse jo mos promovojmë vlerat më të mira, qoftë njerëzit që kanë shkruar atë që me të drejtë komandanti tha, historinë ta shkruajnë vetë, mos ta shkruajnë të tjerët. Dhe sot kemi plot njerëz që në radhët tona apo që janë sot në pension dhe që kanë shkruar gjëra shumë të bukura, qoftë dhe libra, të cilët ne në një moment të caktuar është mirë që të gjithë mblidhemi dhe ti promovojmë këto vlera që i kemi në radhët tona. Kështu që s'dua të zgjatem, po edhe një herë shëndetet mira të kini, edhe Zoti ju të bekoj me shëndet, ju dhe familjet tuaja, gëzuar të gjithëve dhe faleminderit të gjithë që jeni prezent. Zonja dhe zotëri, të dashur marinar, antarë të shoqatës Detaria, i nderuari kon admiral, komandanti i forcave detare Arsen Mullaj, i nderuari general Beja, i nderuari kryetari shoqatës Detaria, i nderuari Zoti Ubrej Hasani,
kryetar ndej shoqatës Skënderbej në Amerikë dhe nën kryetar i shoqatës Detaria, kryetar i shoqatës Degës Tiranë. Për mua është që nderë dhe respekt i madh që jam pranë një shoqate e cila mbi gjitha në qendër ka njeriu, ditëlindjen e tij. Dhe më lejoni të rast t'i uroj gëzuar ditëlindjen profesorit dhe komandantit Tasim Meçi. Është një ditëlindje e veçantë të mbushësh 90 vjeç. Nuk është pak, ju, si pësova, ke një karierë jashtëzakonshme, por dhe një karierë në një gjatësi, të rojnë bërë është 100 vjeç, edhe ta kalosh. Me këtë rast, ju, si kryetari shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, ne jemi marrë me lëvizjen Skënderbegasi për të kthyer epokën skënderbegiane. Një lëvizje që padyshim do të gjejmë mbështetjen edhe të shoqatës Detarie, e cila është një nga shoqatat më të mira që kemi ne në shoqatët e ushtarakëve. Ata merren me njëri tjetrin, respektojnë njëri tjetrin si në rastin e një ditëlindje të sotme, por nuk merren me të tjerët. Gëzuar ditëlindja o bofshit 100 vjeç të dy. Gëzuar. Festimi këtyre momenteve nuk është vetëm thjesht dy ditëlindje, por një moment të respekti dhe mirënjohje për një brez njerëzish që punuar me përkushtim për marinën shqiptare. Puna më e mirë që bën shoqata jonë e Tiranës, mendoj unë është kjo që na mbledh herë mbas here të takohemi dhe të festojmë së bashku ditët tona më të mira. Sot jemi mbledhur për të festuar ditëlindjen e komandant Tasimit dhe komandant Sotirit. Unë komandanta do u them se ashtu i kam patur të dy. Me të dy komandantët Tasim dhe Sotirin jam njohur që në vitet 59-60, që kur erdhen oficera shumë të rinj që mbaruan Akademinë e Marinës, një pjesë në Rusi, të asaj kohë me Bashkimin Sovjetik, dhe një pjesë në Pashaliman. Shoqëria jonë me të dy komandantët e sforcuar në thellësitë e detit Adriatik dhe detit Jon, duke lundruar së bashku dhe duke thithur ajrin e njëri tjetrit. Dhe në nëndet se kemi thithur më shumë gaz karbonik se sa oksigjen. E sforcuar dhe ka litur në Karaburun, që s'kishte gjë tjetër veç se shkurre dhe mishkonja. Dhe mëtej, kur u bën familjar në qytetin e Orikumit, ishim në të njëjtën kohë dhe komshin. Të dy komandantët, dhe Tasimi dhe Sotiri, për mendimin tim, ndoshta edhe të gjithë shokëve tonë, kanë qenë nga oficerat më të devotshëm, më të mirë. Dhe jo vetëm në Pashaliman, po duke mësuar e duke studiuar, të dy komandantët i rritën dhe i ngjitën shkallët e karrierës tyre me zotësi dhe me merit, deri në komandën e flotës, ku komandant Tasimi ishte dhe komandant i flotës, dhe komandant Sotiri ishte në shtabin e flotës për drejtimin në organit luftarak numër 1, që ishte organi që drejton dhe anije. Përveç kësaj, i njoft të dy komandantët dhe si familjar të shkëlqyer në edukimin e familjeve të tyre dhe në të gjithë shoqërinë familjar. Kanë edukuar dhe niprit dhe mbesat dhe sot e kësaj dite janë nga gjyshrit më shëmbullor. Unë e ndjej veten sot në këtë aktivitet që krijoi shoqata si të privilegjuar që marr pjesë në festimin
e ditëlinjeve të dy komandantë dhe i uroj nga zemra. Ta gëzojnë ditëlinjen, të kenë jetë të gjatë dhe shëndet të plot, së bashku me të gjithë të dashurit e zemrës tyre. Dhe njerë gëzuar e ta uroj. Ceremonia u shoqërua me kujtime dhe rrëfime nga miq e kolegë, të cilët ndanë histori nga vitet e punës së përbashkët në det. Emocionet ishin të dukshme, sidomos në momentin kur Sotir Nako dhe Tasim Meçe u nderuan me një certifikat mirënjohje nga Shoqata Detarisë Shqiptare për kontributin dhe për kushtimin e tyre ndër vite. Për kontributin që kanë dhënë në forcat detare, komandant Tasim Meçe edhe Sotir Nako, komanda e forcës detare dhe Shoqata Detaria Shqiptare kanë përgatitur një dhuratë simbolike. Ftojmë kryetarin e shoqatës, zoti Buja Shtylla, pasaj kundër admirali të veta. Unë jam kryetari i shoqatës, po për dreqa noj që kanë në ujësat. Dhe simbolika e pregatitur nga ana jonë si shoqat për Sotir Nakon është kur ka qenë ai që ka shërbyer ndecë. Këtu foto është një djalë i ri, atje goxha djalë e mirë ende për këtë, edhe ka shërbyer në ndecë nga viti 61 deri në 68. Ta gëzosh. Kjo është. Komandant Tasimit i kemi përgatitur një kujtim për karierën e tij që ka qenë në brigadën e Ndecëve. Komplimente për dhuratën. Tash ne ishim përgatitur t'ja jepnim këtu, po do ta kryejmë mundësi prapë. Do t'i japim. Në emër të komandës forcë detare, kam ndenjë dhe kënaqësi që t'ja profesor Sotirit një certifikat mirënjohje me motivin falënderim dhe mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite në forcën detare. Realisht është kënaqësi, profesor. Faleminderit. Ta gëzoni edhe shëndetet mira të keni, domethënë. Ta gëzosh. Po kështu edhe për komandant Tasimin kemi përgatit një certifikat mirënjohje, kështu që ngelet shoqatës detaria, domethënë për të kryetar për t'ia prezantuar komandant Tasimit. Po. Kështu që shëndetet mira dhe mirënjohje për kontributin tuaj në forcën detare. Na vjen mirë që ta. I prekur nga ky vlerësim, zoti Sotir Nako falenderoi organizatorët dhe të gjithë të pranishmit për respektin dhe dashamirësinë. Me zërin e qetë dhe plot emocion, ai kujtoi vitet e rinisë së kaluar në marinë, sfidat e profesionit dhe lidhjen e fortë që deti krijon mes njerëzve që i shërbejnë atij. Deti të mëson durimin, forcën dhe dashurinë për jetën. Jam i lumtur që sot jam mes miqve dhe kolegëve të mi, u shpreh ai gjatë ceremonisë. Tu folën shumë fjalë të mira, i faleminderit shumë, sikur na rritën një çik lart stegën, po kemi munduar të punonim. Faleminderit shumë. Tani faleminderit njerë që keni ardhur për datëlitjen tonë, të jeni të gjithë të gëzuar me shëndet edhe për të mira paqe në familjet tuaja. I faleminderit komandantit flotës për prezencën e tij. Faleminderit komandantit Bejës e gjithë shokëve të tjerë. Gëzuar dhe u arshi për të mira. Gëzuar e shëndetet të mira, shëndetet të mira. Rofsh. Shëndetet mira të ke.
Sot, në dekadën e 9 të jetës së tyre, emrat e Sotir Nakos dhe Tasi Meqes vazhdojnë të përmenden me respekt nga komuniteti detaris. Shoqata e detarisë shqiptare i nderon ata si pjesë e brezit të artë të marinarëve shqiptar, njerëz që punuar me përkushtim dhe sakrifisë në një nga periudhat më të rëndësishme të historisë së marinës shqiptare. Kemi një të ftuar special ku kryetari i shoqatës së mëdhej, avokata Gzor, shëndet e tjera të kesh, kështu për herë, do me thonë, aktiv si që ke qenë, Gzor, Dhe fundit kemi 3-4, edhe nga të 4 zonja, do me thonë, nga kanë deruar të me pjesëmarrje, pa komandonti, pa ato, do me thonë, zdo ishim, ne që jemi, kështu që ta këzoni një në 4-ta, po edhe ato të tjera të nuk jam prezent, edhe mira Zakzoni. Aktiviteti u mbyll me surimeve, duartrokitjeve dhe emocioneve të shumta, duke lënë pas një kujtim të veçantë për të gjithë pjesëmarrësit. Në vazhdën e një forme të tillë të vlerësimit të njerëzve që punuar me përkushtim dhe devotshmëri, do të vijojnë aktivitete të tilla edhe në të ardhmen nga shoqata e detarisë shqiptare. Gëzua! Rofi! Këto pra ishin reportazhet që ne kishim përgatitur më përpara. Kemi nisur fillimisht me një reportazh kur muret flasin, ku solli bashkëpunimin mjaft rezultativ të dy piktorëve të njohura Teuta Lagja dhe Katrina Hoti, dhe më pas në reportazhin e dytë sollëm atmosferën e gëzueshme të festimit të ditëlindjes së dy ish marinarëve shqiptar nga shoqata e detarisë shqiptare Dega Tiranë, ku mes të tjerave i lam një hapësirë të posaçme dhe historisë ish marinarëve tanë të cilët studiuan në Bashkimin Sovjetik. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni të shtunën në orën 15:30. Ndërkohë emisioni Erëm Shkodër do të mbyllet për këtë sezon dhe më pas gjithë vëmendja do të përqendrohet në emisionin dedikuar turizmit Pushosh Shqiptar, që ne do të vijojmë me udhimet tona. Është një transmetim i cili nuk ndalet për gjatë gjithë vitit, pasi Shqipëria po shkon drejt asaj të bëri turizëm në të 4 stinët e vitit. Por cilat do të jenë udhimet dhe çfarë guidash të reja na presin, mos harroni të na ndiqni në vijimsinë e transmetimeve tona ditën e mërkurë në emisionin Pushosh Shqiptar në TV1 Channel. Falenderoj edhe një herë të gjithë ata që bashkëpunuan me emisionin Erëm Shkodre dhe shpresojmë apo nga ana tjetër dhe premtojmë që në sezonin e ardhshëm të punojmë akoma më fort, kuptohet, falet dhe bashkëpunimit tuaj për të realizuar emisione shumë të këndshme që sjellin aromën e qytetit të Shkodrës. Natën e mirë.